Pini ujë çdo mëngjes e soll e do befasojeni me atë që ju ndodh. Uji do të pastrojë barkun tuaj dhe do të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të numrit të lartë të komplikacioneve. Pra, duke konsumuar ujë çdo mëngjes, do të ndihmoni në përmirësimin e shëndetit të dhëmbëve, në parandalimin e komplikacioneve të tyre, të rrisni higjienën tuaj orale. Pasi dhëmbët tuaj do të përfitojnë shumë edhe nga largimi i bakterieve të padëshiruara. Pirja e ujit në mëngjes me stomakun bosh do të rrisë edhe fuqinë tuaj tretëse. Uji ndihmon në largimin e toksinave nga organet, gjë e cila së pari fillon të duket në fytyrë dhe në trup, respektivisht edhe për lëkurën. Fytyra juaj do të bëhet më e freskët dhe më e pastër. Pirja e ujit në momentin kur zgjoheni do të zvogëlojë kohën që i duhet trupit për të krijuar qelizat e reja dhe indet e muskujve. Nëse konsumoni ujë sapo zgjoheni, atëherë do të keni edhe një fuqi tretëse akoma edhe më të mirë.